Ndonë se Shqipëria është një nga shtetet më të vogla të Europës, shtetasit e saj janë të shpërndarë nëpër vendet e Bashkimit Evropian, duke qenë në listën e vendeve kryesore për kombësinë e vendeve të jo-BE-s që janë rezidentë në Bashkimin Evropian. Nëse krahasohet me madhësinë e popullsisë, vendi ynë kryeson listën e Europë në një tregues të përmasave të mëdha të emigracionit. Sipas të dhënave që janë publikuar nga Eurostat, shtetasit shqiptar u renditën në vendin e 11 në grafikun e kombësive kryesore të shtetasve jo të BE-s që janë rezidentë në BE në vitin 2024, sipas numrit në vlerë absolute. Sipas grafikut, janë rreth 550.000 shqiptar që jetojnë në vende të BE-s, kryesisht në Itali, por në grafik mungon Greqia, ku sipas të dhënave të ndryshme jetojnë të paktën edhe 500.000 shqiptar.